Horoskopi i Gafores 2026. Ky horoskop për Gaforen për vitin 2026 është menduar si një udhëzues emocional dhe praktik për t'u përdorur me kalimin e kohës. Nuk ofron përgjigje të ngurta, por kritere të dobishme për vendimmarrje më të mira. Viti 2026 nuk ju kërkon të bëheni më të fortë duke injoruar ndjenjat tuaja, por të përdorni ndjeshmërinë tuaj si një mjet për interpretimin e realitetit. Kur mësoni të dalloni atë që ju mbështet nga ajo që ju konsumon, viti bëhet çuditërisht i qëndrueshëm. Themele më të forta, më pak shpërndarje. Në vitin 2026, Gaforia përjeton një forcim të qetë, por të thellë. Nuk është një vit mbylljeje apo mbrojtjeje, por më tepër një vit për zgjedhje të vetëdijshme. Po filloni të kuptoni se ku ja vlen vërtet të hidhni rrënjën dhe ku, në vend të kësaj, po investoni vetëm nga zakoni ose nga ndjenja e detyrës. Shumë situata zbulojnë peshën e tyre të vërtetë. Ky vit ju fton të angazhoheni në mirëmbajtje emocionale inteligjente, jo shkurtime drastike, por zgjedhje të qarta. Kur ndaloni së ushqyeri atë që nuk po rritet, energjia juaj lirohet për atë që ka vërtet rëndësi. Një frazë kyçe për Gaforen tuaj në vitin 2026, ju gjeni stabilitet kur ndaloni së mbrojturi gjithçka dhe filloni të mbroheni mirë. Dashuria. Për Gaforet beqare, viti 2026 sjell marrëdhënie të bazuara në besueshmëri dhe vazhdimsi, në vend të dashurisë me shikim të parë. Takimet më premtuese lindin në kontekste ku mund të jeni vetvetja, pa filtra dhe pa pasur nevojë të provoni asgjë. Ritmi është i ngadaltë, por i qëndrueshëm. Sfida e vërtet nuk është mungesa e mundësive, por rreziku i të lejuarit plagëve të vjetra të marrin vendime për ty. Në vitin 2026, dashuria për Gaforen funksionon kur shikon faktet, si e menaxhon personi tjetër kohën, premtimet, mungesat. Fjalët kanë më pak rëndësi se sa sjelljet përsëritëse. Një veprim konkret për vitin, përpara se të investoni emocionalisht, pyeteni veten nëse ajo marrëdhënie ju bën të ndiheni më të qetë ose më vigjilent. Dashuria e duhur në vitin 2026 nuk ju bën mbrojtës. Gaforia në çift. Për çiftet, viti 2026 është një vit konsolidimi të thellë. Lidhja rritet kur siguria emocionale bëhet një përgjegjësi e përbashkët. Forca qëndron në ndjenjen se je vërtet i kuptuar, sfida lind kur grumbullon emocione të pashprehura, duke pritur që tjetri t'i ndjejë ato. Pika e kthesës së vitit është t'i bësh të dukshme ndjenjat e tua përpara se ato të shndërrohen në lodhje ose pa kënaqësi. Të flasësh nuk do të thotë të krijosh konflikt, por përkundrazi të parandalosh që heshtja të shndërrohet në distancë. Edhe ritualet e vogla të lidhjes, si një kohë e rregullt për bisedë ose një aktivitet i përbashkët, forcojnë ndjenjen e mbrojtjes së ndërsjellë. Shëndeti dhe mirëqenia. Në vitin 2026, mirëqenia e Gafores është e lidhur ngushtë me menaxhimin emocional. Kur thithni shumë nga mjedisi ose njerëzit tuaj, trupi juaj reagon. Kjo është arsyeja pse ky vit kërkon rregullsi, përmbajtje dhe kujdes në vend të performancës ose përpjekjes ekstreme. Të flesh me një orar të rregullt, të hash një dietë të ekuilibruar dhe të krijosh momente të qeta çdo ditë bëhen themele të vërteta. Lëvizja ideale është ajo që të qetëson dhe të rrënjos, duke të rikthyer në trupin tënd pa e detyruar. Mjedisi yt shtëpiak gjithashtu luan një rol kyç, përmirësimet e vogla në hapësirën tënde të jetesës kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në paqen mendore. Një rregull i thjeshtë për të gjithë Gaforet e vitit 2026. Nëse një rutinë ju bën të ndiheni më të sigurt, është e duhura. Konsistenca është më e rëndësishme se sa intensiteti. Karriera dhe puna. Profesionalisht, puna për Gaforen në vitin 2026 shënon një tranzicion të rëndësishëm, largimin nga mendësia e sakrificës së heshtur. Ju jeni të besueshëm dhe të pranishëm, shpesh të domosdoshëm, por kjo mund të shndërrohet në padukshmëri nëse nuk e shprehni kontributin tuaj. Mundësit lindin kur mëson të shprehësh atë që bën, pse e bën dhe çfarë rezultatesh arrin. Sfida është të shmangësh përgjegjësitë e papranuara. Në vitin 2026 bëhet thelbësore të sqarosh kufijt dhe pritjet që në fillim. Të thuash se çfarë mund dhe nuk mund të bësh nuk është egoiste, është profesionalizëm.
Veprim praktik, përpara se të pranoni një detyrë të re, gjithmonë bëni 3 pyetje: cili është qëllimi, cili është limiti dhe cili është shpërblimi. Pa një përgjigje, rreziku I mbi ngarkesës është I lartë. Fazat e vitit 2026. Dimri, janar, mars. Ky 3 mujor I kushtohet mbrojtjes së energjive tuaja. Zvogëloni angazhimet dhe marrëdhëniet e panevojshme. Kjo është koha kur ndaloni së reaguari dhe filloni të zgjidhni më me vetdije. Pranvera, prill, qershor. Pranvera sjell hapje dhe besim. Marrëdhëniet bëhen më fluide dhe gaforja ndihet e gatshme të ndajë ide dhe projekte. Është një kohë e favorshme për sqarimin e çështjeve të pasgjidhura dhe forcimin e aleancave të besueshme. Ver, korrik, shtator. Vera vën në provë ekuilibrin midis dhënies dhe marrjes. Është e rëndësishme të mos e lodhni veten duke I kënaqur të tjerët. Pushimet e vërteta, larg kërkesave të vazhdueshme emocionale, janë thelbësore për të ruajtur energjinë. Vjesht, tetor, dhjetor. Vjeshta është një kohë pjekurie. Mblidhni atë që keni ndërtuar dhe zgjidhni se çfarë do të merrni me vete në të ardhmen. Vendimet e marra tani janë më përfundimtare sepse ato rrjedhin nga një qartësi më e madhe e brendshme. Siguria që mbështet, jo që izolon. Tema qendrore e Gafores 2026 është ndërtimi I sigurisë pa u mbyllur në vetvete. Mbrojtja e kufive, investimi në marrëdhënie të besueshme dhe krijimi I strukturave mbështetëse të jetës e transformon ndjeshmërinë në një aftësi, jo në një dobësi. Këshilla e fundit motivuese. Çdo mbrëmje, pyet e veten se çfarë gjesti, sado I vogël, të bëri të ndihesh I sigurt sot. I përsëritur me kalimin e kohës, ky ushtrim të tregon një të vërtetë të thjeshtë. Stabiliteti nuk vjen menjëherë, ai ndërtohet ditë pas dite, duke zgjedhur me kujdes se ku do të qëndrosh.